John Alide, shiheni ku është zgjedhur këshilltar bashkiak në English Town, New Jersey. Jedha di është e pabesueshme, ka nisur si mobster dhe gangster i rrugëve, si njeri i afërt i John Gottit nga familja Gambino, dhe tani është bërë këshilltar bashkiak, mbasi që në burg, mbasi u pendua, bashkëpunoi me drejtsinë dhe buri parapërgjithësisë familjen Gambino. John, how are you? Very good, thank you. How do you feel as a councillor man of English Town? I'm very happy and proud to represent my town, my borough and New Jersey. Doja vetëm ta pyesja për një gjë Johnin, se ka shumë njerëz që pretendojnë që duke u marrë me punë zeza fiton më shumë. John, there are too many young people who want to be gangsters, working with traffics and illegal activity because they think they can be richer very fast. What do you think about that? I thought the same thing, and I learned the hard way that it doesn't work. You need to have confidence, work hard, and do things the right way. Thank you very much, John. Historia rrallë kjo. Thank you very much. Historia rrallë kjo e Johnit, që akuzohej për 2 vrasje, për 30-40 të qelluar ndaj personave të tjerë mbi 100 raje, por u pendua para drejtësisë, kërkoi që të largohej nga kjo rrugë dhe sot është bërë këshilltar bashkiak.